jo mjaftueshmërisht të realizuar deri tani, nga ana e Berishës, po dhe e Partisë Demokratike, për të rigjetur atë mbështetjen popullore që i ka munguar gjithë kohët e fundit. Por nuk e shoh realisht të lidhur me çfarë do lloj perceptimi i rreziku nga ana e Berishës. Po, zotja Simja, ju thatë që opozita në vetvete ndoshta nuk ka qëllimin që të ketë, le të themi, një pjesëmarrje masive, të paktën me foltore, dhe këtë konfirmoi dhe vetë zoti Baçi. Jo, atë e ka patjetër si synim, po. Është kjo tërheqja e vëmendjes, mbajtja ngritur të kauzës. Ndoshta kjo është një prej arsyeve kryesore, po, denoncimi i protestës. Po, në gjykimin tuaj, çfarë vlere, çfarë kuptimi merr një protestë 6 muaj pas zgjedhjeve, ku qytetarët e shprehen vullnetin e tyre, zgjedhje të lira, të ndershme apo jo, kjo është tjetër çështje, por gjithsesi zgjedhjet u mbajtën. Çfarë kuptimi dhe çfarë vlere ka protesta tani? Ka vlerë patjetër, sepse është për çështje që kanë hapur ose kanë dalë në sipërfaqe pas 11 janarit, kështu që patjetër që ka kuptim. Ne mund të kishim prit protesta shumë të forta në fakt për çështjen e zgjedhjeve, por si gjithmonë këto protesta është vështirë që të organizohen që atëherë kur nuk ka mobilizim masiv të njerëzve. Tu është natyrisht ky problemi i vështirësisë opozitës për të mobilizuar njerëz për të bërë besueshme, por nga ana tjetër është gjithashtu dhe problemi tjetër është fakti që vetë opinioni publik e ka nuk është domosdoshmërisht i 100% i lirë ose i lirshëm si doni ju për të marrë pjesë në protesta të tilla. Ka plot njerëz që për shkak të mënyrës se si funksionon sistemi klientelist aktual i punësimit në administratë, mund të ndjehen të rrezikuar, mund të ndjehen të friksuar nga ideja pjesëmarrjes, dhe nga ana tjetër pastaj ka dhe plot të tjerë të cilët për shkak të gjithë kësaj balte që është hedhur mbi politikën, shpesh me të drejtë gjatë gjithë këtyre viteve, jo thjesht nuk kanë besim te politika, por kanë dhe problem të asociojnë me një parti ose një tjetrën. Në një farë mënyre, gjithë problemet që kemi pas gjatë tranzicionit na kanë çuar te pika ku tani dikush kur është bërë pothuajse gjë të turpshme që të angazhohesh në politikë. Kjo është ideja. Në gjykimin tuaj, protestat të vazhdueshme shtojnë besimin e qytetarëve apo shtojnë indiferencën e tyre për një forcë politike e cila ka tashmë mbi 12 vjet në opozitë? Unë mendoj që do të ishte shumë më keq nëse opozita nuk do të organizonte asgjë, do të ishte pasive. Në fundit edhe gjatë gjithë kohe dhe për këtë është akuzuar. Kështu që mendoj që pavarësisht se mund mos jetë protesta ideale nga pikpamja e pjesëmarrjes, mendoj që do të kishte qenë shumë më keq nëse opozita nuk do të kishte marrë përsipër që të protestonte. Në fundit është detyra e saj dhe është diçka që duhet ta bëj patjetër, sidomos në kushtet ku ne shohim që në parlament kalohen ligje, kalohet buxheti, praktikisht duke mbyll gojën opozitës pa ndonjë lloj debati. Por që në këto kushte edhe çfarë ka mbetur opozitës si instrumenti më fuqishëm është në fakt është rruga, është sheshi. Edhe pse ju thatë që nga rruga, nga sheshi nuk vjen rotacioni politik. Po, patjetër, siç e thash, nuk mendoj që opozita po pret që të rrëzojë qeverinë me këtë. Përmes protestave po përpiqet ndërtojë një lloj ndërgjegjësimi dhe nga ana tjetër po përpiqet gjithashtu që ta bëjë ditur edhe për opinionin publik, qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar, që këto probleme ekzistojnë dhe që një pjesë e mirë e shoqërisë është kundër asaj se çfarë po ndodh. Por nuk besoj që po pret, nuk besoj që Berisha ka shpresa që Rama do dali tani dhe thotë me që bëti protestë po iki unë po lej pushtetin. Natyrisht që Berisha nuk është kaq naiv. Kështu që ai e di këtë gjë, por Berisha dhe PD-ja po përpiqen që të organizojnë një protestë pavarësisht kërkesave, po një protestë për të ndërgjegjësuar për problemet dhe për treguar nga ana tjetër që opozita është aty, ekziston. Pra, jo domosdoshmërisht është në atë statusin cilin e vendosin shpesh, opozita ka marrë puntus, ka opozita etj. Opozita është, ne pam që është aty, dhe madje mendoj që shumë më madhe se sa aq, sepse siç e thash, është një pjesë e njerëzve që nuk dëshirojnë të dalin nëpër mitingje politike ose edhe thjesht nuk janë të gatshëm që të rrezikojnë për të dalë për shkak presioneve të ndryshme.
Mund ta dëmtoj kjo opozitën sepse çimentohet ideja se po krijohet një opozitë fort, kur një pjesë e qytetarëve kërkojnë që ajo të jetë një alternativë qeverisëse. Janë dy gjëra ndryshme. Tash protesta është një gjë dhe alternativa qeverisëse pastaj është tjetër gjë. Janë të lidhura natyrisht me njëra tjetrën, por janë dy gjëra ndryshme. Do të thënë, në një situatë ideale opozita do duhet kishte një ofertë alternative pinse të besueshme dhe nga ana tjetër pastaj do duhet që në të njëjtën kohë edhe të mund të mobilizonte edhe shtresa të tjera të elektoratit. Edhe diçka e fundit zoti Hasimja, personalisht çfarë shpresoni dhe çfarë mendoni se mund të arrihet me këtë protestë? Të paktën ndër objektivet që ka vendosur opozita. Po, ndërgjegjësimi i opinionit publik, kjo është ajo gjë kryesore, por thash ky është një hap. Është një betejë që ka vendosur të bëjë Partia Demokratike. Unë mendoj që ka dhe shumë më tepër se sa kaq për të bërë. Në rast të parë, ajo që deri tani është premtuar shpesh dhe shpresuar natyrisht nga Partia Demokratike, pra një lloj aleance, si thua, me shtresa të tjera të elektoratit, jo thjesht ata që janë militantë dhe mbështetës drejt për drejt Partisë Demokratike. Ky lloj procesi me të vërtetën u ndërprer për shkak të mbylljes në shtëpi të detyruar të zotit Berisha për gati një vit, sepse me shumë gjasa, nëse ai do të ishte jashtë, do të kishte pasur zhvillime në këtë aspekt. Dhe nga ana tjetër, pastaj hapi tjetër që është dhe hapi i bashkimit të opozitave të ndryshme, se nuk kemi vetëm një opozitë, nuk kemi vetëm Partinë Demokratike, nëse do të mblidheshin pjesë të ndryshme të opozitës, duke krijuar një lloj besueshmërie më të lartë. Nëse do të kishin burime njerëzore edhe më të besueshme, unë mendoj që dhe rezultati do të ishte ndryshme, se krijohet pastaj edhe një lloj fryme, krijohet një lloj përshtypje e përgjithshme që ekziston mundësia që gjërat të ndryshojnë. Se një pjesë e njerëzve që tani nuk dalin në protesta ose që janë të dekurajuar, e bëjnë këtë gjë sepse janë lëshuar fatalizmit që këtu nuk ndryshon asgjë, këtu protesta s'ka kuptim, vota s'ka kuptim etj. Pra, në momentin që shikohet një angazhim më i madh, më serioz, më cilësor, dhe një ofertë serioze e opozitës në tërësi, thjesht e Partisë Demokratike, atëherë mendoj që gjërat mund të ndryshojnë. E qartë. Ju falenderoj shumë zoti Hasimja. Faleminderit. Një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.